totalitarizmit. Ky ligj për shqiptarët i garantoj se është identik dhe i njëjtë me atë ligj që shpalli Shqipërinë, shtet ateist në kushtetutën më të keqe të planetit të vitit 1974. Në Germ nuk është shpreh këtë ligji, por ligji duke detyruar ideologjinë e gjinisë në përkatësi të shumëfisht, e gjinisë në të gjithë diversitetin e vet, ligji de facto dorëzon përfundimisht Kuranin, Biblen, Talmudin në duart e censurës dhe të shtetit dhe pas miratimit të këtij ligji, asnjë nga udhëheqësit moral të besimeve fetare nuk do mund t'i lexojnë ato ashtu siç janë, sepse do konsiderohen se diskriminojnë. Por ligji ndërshkon prindrit, të cilët do mund të penalizohen në rast se duan që djali i lindur i tyre djalë, këta duan që ai të rritet djalë, apo vajza vajzë. Pra në qoftë se ata i çojnë në shkollë me qëllim që të respektohet identiteti gjinor, ata do të dënohen, sepse faktikisht identitetin gjinor tani e tutje nuk do e përsaktoj më natyra, biologjia, por do e përsaktoj tërësisht shkolla dhe shteti me shumësinë e identiteteve gjinore, me diversitetin e tyre. Në të gjitha kodet e vendit bien dhe njëherë pretendimi se ky është parafrim me Bashkimin Evropian është mashtrimi më i madh me këtë ligj, mbasi direktiva sipas ekspertëve që i kanë studiuar, direktivat europiane që citohen në materialin e këtij ligji, në asnjë rresht, në asnjë frazë nuk bëjnë fjalë për shumësi, për gjini me diversitet të gjerë, nuk bëjnë fjalë për përkatësi gjinore të shumëfishta. Pra janë që të gjitha mashtrime që bëhen në emër të një ideologjie, demonis cilës, monstres cilës është George Sorosi me miliardat e tij. Ligji de facto shënon vendosjen e sistemit të ekstremit të majt, mbasi pas miratimit të tij zhvlerësohen të gjitha përcaktimet ligjore të mëparshme të kushtetutës, kodeve dhe triumfon çnjerëzorja, triumfon ajo ideologji, thash dhe njëherë, e cila për të krijuar për të krijuar njeriu në ri. Komunizmi, njeriu në ri do e krijonte njeriu pa pronë, që ishte vetëm me pronë personale dhe jo pronë private, kurse post marksizmi njeriu e ri e ka njeri me gjini të shumëfisht apo me diversitet të gjerë gjinor. Kjo është një lloj tiranie ideologjike që vendoset mbi këtë popull dhe ju garantoj shqiptarë se do vazhdojmë betejën tonë të pandërprer gjerë në anullimin e këtij ligji. Ky ligj s'mund kur të pranohet me këto qëllime kaq të mrapshta, kaq shnjërzore, kaq anti-shqiptare, anti-familjare. Zoti Berisha, do jeni nismëtar të një referendumi ju si Parti Demokratike? Urdhroni? Zoti Berisha, do jeni nismëtar të një referendumi ju si Parti Demokratike për të marrë të paktën firmat e qytetarëve, vullnetin e qytetarëve, edhe pse referendumet këtu tani janë shumë të kushtëzuara nga ana ligjore? Pyetja juaj janë shumë e drejtë, absolutisht.